Unë do të sjell dikë tani. Kem Pietrin. Jo, nuk është Gent Pietri. Okej. Është një doktor. Okej. Doktor Berishën. Okej. Dyshoj, po, okej. Si çfarë po doktor Berisha? Do jetë në gjumë. Atëherë Gent Pietri do të sjell Ja. doktorin e fiksit që të përballet të thot ato pakënaqësitë tuaja, po pret aty e Ai kemi po sjell vetat mia di ka idion. pakënaqësitë tua me të. Gjende, për çfarë do këtu ti më për çfarë I vjen Flavius thua, po nuk e di. E ka marrë dhe armë vete. Edhe në staf. Mostruaj. Mirë se erdhe. Si Ishte një surprizë. Si kalon. Tani, O, primadora che da garbo. qa kimie. Dëgjoj. I thash do të sjell doktor Berishën, jo thash besoj se vjen në këtë orë. Ai mbase dhe vin, po. Nëse edhe për ty orari tërset është, mos bëj kështu si zognate. E kanë kaluar edhe. E ikën ato kora. E të mungojnë në mëngjeset me Flavian? Mëngjesi mungon, me Ajo flavën kafe, hade vërtet, ato kafet shqeto që pinit bashk. Kafe unë, kam shumë. Nuk e di se çfarë pije shqeto, po këtu do pish verë shqeto. Do të ta mbush një gotë, apo e ke lënë pijen? Është verë e bardhë. Le të jetë si doj. Do e pish. Se kam problem po. Do e pish, Se ti e okej. thash jo unë, E po zyrtarisht e kena lënë alkoolin apo? Atëherë, verë e bardhë për Gent Pietrin, I cili sa kohë keqe e ke lënë zyrtarisht? Pijen? Dhe do e shkelësh sot? Era Apo e parë. lë kështu në ëndrat e tua? thoj dhe ti dhe them unë. E lë në ëndrat e tua? Gëzuar. Mirë se erdhe në Close Friends. Me miku, Flavio, shi çana bën me ujë. Nuk e ka ujë. E ka me kunj më duket. E di Jo? sepse nuk e njoh. Flavia sot njemi shumë vjet para. Shumë vjet para. Po. Ha fol tani. Fol tani se kështë shkuar aty në pikë të mëngjesit, tek Enkel Demi, dhe tek Te endel shkemi. Si i ka po një Edi Olga, Po. dhe duke mu ankuar për Flavio Qarin. Absolutisht suan baba. Unë do të gjova vetë, Atëre nxjerrni me pamë. do ta nxjerr me pamje. Po, nxjerrni. Qëse Se unë nuk më morite. Nuk thash nuk më mori. Jo, I shkrova the, apo I telefonova, Thash si të gjë. po. Dhe e them, dhe këtu është, le të dalim me frame, ma dhe. Në momentin tash që e mora për të hyrë një sezon tjetër, thash, I tash a jam ma, tha nuk jem ma dhe kaq. Në asi tash gjë, e pyeta, çfarë? Tha, nuk jem ma, kaq. Ta unë se zgjava, aty është, le ta ndjerë, e kjo thonë gënjej, ortodoxe I ortodoxun, në kjo thonë gënjej, aty është. Shpreja, frame për frame. E unë I thash Flavis do vi Gent Pietri I thash, dhe do të tregoj pakënaqësitë Pak në si, e Flavios për ty. atë e di ai, unë nuk kam thënë absolutisht. Unë dua të dëgjoj nga ty. Çfarë mendon ti? Po të ngeli atri, u mërziten? Po, Qefi nuk ju bë. Gëzim nuk është, po. Kaq. Unë tash thjesht, e dija që jam I sakrifikueshëm tash, jam baf për baf, jam I sakrifikueshëm dhe e dija. Po kaq, atë, nëse kam hapur gojën tepër, aty janë gjitha. Nëse unë kam folur, ortodoxun. Nuk jam besimtar të shtriem tokë, por unë nuk ja kur uafin, sepse në një moment më ndihmoj. Dhe unë nuk e moj. Dhe kaq. Po, ishit dyshe mëngjesi interesante ishit. Se kam qenë dhe unë në mesin tuaj, një nga ato emisionet. Flavio, pse nuk është
Në Gent Pjetri, po e bëjmë si emisioni Eni Çobani tani. Po, zonja Eni? Eni Çobani këtu. Zoti Flavio. Se nuk është Kush mos e do të pjesa ri. që njoni heq rrugën e pantallonave dhe shkon. Po. Sa më kiro. Kam përshtypjen se Sa qeshe. arsyeja pse Genti nuk duhet të dali nga unë. Mbi të gjitha, Genti ishte periudhë shumë interesante për emisionin. Besoj se edhe Genti t'i bëj shumë mirë ajo periudhë, që filloi me një reportazh të Syri, Këtë harruarit, që ishte emisioni Hildës, Po. dhe më pas vazhdoi me eksperiencën tonë të mëngjesit. Po, Hilda ishte kumbara. U riktheve në një vëmendje të posaçme, ku të gjithë Ajo gjëja thyu Po, rekorde Po, shkallëtashme. intervista dhe... intervista me të likuar, Po. mund të Ajo themi ka qenë e vitit. e vitit Atë vit me statistika që na Po. para Edhe 3 vjetësh. Dhe për shkaqe që nuk do ishte elegante nga ana ime t'i thoja. Nuk ndodhi. Por ajo që mund të them është që unë fatmirësisht, siç besoj Genti e di, ndërgjegjen e kam të pastër. Korrektesën profesionale vazhdoj ta ruaj njësoj, besoj. Edhe dashamirësinë, sikur punonim të dy në top, sikur punon këtë syri bashkë, edhe në këtë tavolinë tani vazhdon të jetë e njëjta, mendoj unë. Se duket sikur takojnë dy ish dashnore, po shok ishim, shok jemi. Ashtu po duket se Unë të desha dhe nga bomba, por tani s'ka rëndësi. Më duk sikur po lot pa Genti, ë? Ja, unë po them në pjesën e telefonave herë kam qesh, po, i thash, pse e mamën se memoria e kemi të fortë. Dhe telefonata si për dihet që telefonat janë çudi dhe janë zotan rry. Ky akthente në mënyrë kur e te kalonin sakon unë jam mësuar me atë lloj formati, madje jo për jo Favedi jam mësuar shumë para Flavio sepse kam qenë edhe në Good Se Morning. 93 vjeç, normal që e ke parë para. Shokët e tu janë azil. Ba, ishe me Brezi Diegur, pra, Brezi Diegur. I përvëlluar, po. Po, i Brezi Diegur ja bëre vetë si me atë këngën. Po, ne bëra për të tërë gjë, nuk E, e bëre bëra ti për me ja. të masit të E kënë pësove rap. vetë. Qëlloj profecive të përmbushse. E jo, re. Në telefonë si për ishe një person, a i po fliste në mënyrë zdrëngësi, kështu e duke e shpjegu, shiko, nuk është mirë, po për jep të aq shpjegime, se për nuk e di pse e mori aq, se nuk e besoj kjo të jep të aq shpjegime. Ja prëv tani, ja prëv pasaj jo. Shiko, ti mos më bëjt deontologji, tha, unë ngele. Unë hapa dy gojë dhe tha më leje, më regu. U troqe unë. Dorëm jashtë reklama dhe po mirë, ke kom me i shpjegu, e më në kantin deontologjin ati dhe unë s'kam një minutë kom me fol në atë dhe. Si dhe, qatë të më dosh? Kam dhe shpjegosh ati dhe? Po, ja, këshu vjen në si vjen. Po, unë apo? Po. Se kur i deli zinxhiri dhe i deli zinxhiri, po, kur do e i, kur interesant. Tani hera e fundi që të kam takuar, unë ishe i dashuruar. Prap? Po, ishe prap pasi dështimi në dashuri. Tani, qa bëhet me jetën ishte tënde kjo? sentimentale? E po, ka ca vite. Po më thuaj më jep një përcaktim ta kem. Nuk e mbaj mend fiks, por pas ndarjes nga partnerja që bashkëtoje, kishe njohur një vajzë tjetër.
Si përfundojnë, nuk më duhet konkretisht di kjo, shumë që nuk po ka si lidhje. përfundojnë përveç kontratave të punës, pse përfundojnë marrëdhëniet e dashurisë për Gent Pjetrin dhe si lind dashuria e re për Gent Pjetrin? Nuk jam si jam ata që të themi kështu. Jemi të papërgatitur për këtë pyetje. Nuk kemi për detyra Se ndryshe. më mirë në vlatin mi, po... nuk Mirë kam- gëzuar, mirë. Po, i dashuruar, ndihesh këtë kohë, e kalove shumë Valentinin me ndonjë, se kështë bërë një status që ishe pa miq, pa shok, ja ku i ke pra mua dhe Se Flavia. për unë atë... Po kush e bëri? Titull. Po Ana doli një, jo kështë bërë një status në Kështë bërë Facebook. status. Po, Unë status? po, Në është bërë. Facebook? Po, dhe është bërë. rrjetet sociale e është kam. bërë virale. Takova një shoqe dhe më tha, po Gent Pjetri, tha, pse bën ato statuse kaq dëshpërimuese? Status, unë i vetë një status ishe për ditindin. Edhe thash, e sot kam ditindin, kush ka kodlirë në të uroj, kaq. Ky është statusim. Po nuk është e vërtet që ke thënë që jam vetëm, s'kam asnjë mik, asnjë shok që të më kujtoj? Si janë të mija dhe. Vërtet? Po mirë, shumë mirë. I swear. Le të vërtetohen, le të dalin në celular, ja kur celularim, jam gati, le E ta... pas ke ndru, nuk e atë me kështu me trotullume? Jo, mbaj atë Me kabëll? me matrapik, po jo, në të jo. Tani, Nuk bëj status e kur. Nuk ndërhy kur, se e di që të kthehen shumë keq. po, nuk nga na 1 në afro. 10 sa shok miq për kokë jeni me Flavian? Nga 1 në 10. Me Flavio Qari. Shiko, Tani që si jeni më kolegë mëngjesi. nuk ka lidhje me kolegën. Thash, nuk njifim me Flavion të syri televizion. Po, Njifën që në top. Nuk du të bëje loqë, absolutisht. I një për respekt në vërë qka, që ka qenë gazetar të reni, i adijet, vlerë. Se i njëf gazetar të reni, sepse Pa. nuk jam gazetar, moderator. Por, aq vite, moderator, duke punuar me gazetar të reni, që të shpjegojnë çdo gjë, i bie që unë të paktën duhet isha në, ose i bie që 30 gazetari, 20, pa lëdem, jo 5, po 2, po, se për ditë duke shpjeguar, si i fillon i percepton, e koncepton që si e mendojnë, si e kapën, ku shkojnë të rënë. Moderimi është kapterë, ky, po të jetë moderim, ky 50% ky e këthe aq më afër. pse? Ua, po në qofë se ky nuk e madhe, pjesë e ma. Por e punë edhe e vje këto, po, më regu, po. Po. Të është të tjeshtë. I jep një drejtim, kalon dhe i thot, jo më tepër. Unë kam qenë format tjetër, moderimi, sepse ne në jepshin... Po flit për fix fare. Ne kishim dorë shumë më të lirë, se është e minutarës tjetër, atë Po. ishë minutarës tjetër. Plus e mu mi e pejtë dorë, më lirë se unë improvizoja. Po të një dhe botu në ajer, Po, improvizoj. në atë punë në është. E vërtet është që ke imituar Arqile Botin atër? Nga jam ngejnë jam një doktor. E njëri Arqile Botin personalisht, apo jo? Po. Në rrasë parë me mbra maset. Bravo. Nga jam ngejnë. Po, Flavio, Aty zbulove dhe sekretet e barnave. Po. E barërave. Prej. Nga i, ë? Jo mërin. e mban mend Gentin kur ishte rocker? Po, Me Floka Çurela? Po, Jo, onde se ka shore. ka qurejla. Po, ta ashtu egzagerojmë. quhen tani. Po, Onde onde, janë. Akoma janë. onde të gjata, aty në një shkëmb, ke xhiruar një klip Në linz. në Linz, ë? Nga shëshuan qonë në atë kullës, mishë në vranë, po hajtë. Pse? E Po, fort. nga shëshuan. Po pse u shoqëruan? Të shkojnë në linz, ka humorishtë. Ka qenë një periudhë që ky vend ka pasur kontroll mbi territorin. Jo nga shteti, po Kontrolli kishte nga shteti, kontroll. po
nga mafja e saj kohë, kështu I bie, të fortët, mos themi mafja se është fjalë shumë e madhe për Ishe zonë tjetër. për kohët. Ishe zonë tjetër, nuk është e ishte diçka aq normale, po ishe kohë tjetër. Jetoje Shumë e si bukur. një shumë e bukur. Jetoje si një rocker I vërtet atëherë? Ja. Drogën ekzistonte droga, kokaina? Për mua jo. Për ty jo? S'kishe lek. Po të kishta se nga turë në herë. Gjë që do të merrshin vesh gjithë, po të isha nga ato lloj formati. Gjithë vësim ka qenë ky. Shumë vonë ka marrë vesh që ti ishe I birësuar. Domethënë, të dy, parimisht të dy jeni djemë të vetëm në familjet tuaja. Flavio edhe nga praktikisht. prindër biologjik dhe Gen Pietri nga prindër adoptues. Adoptues, po. Kur e more vesh që të adoptuan? Për këtë Do duhet me thënë që ishe një djalë I adoptuar, jo një Të djalë kuptoj. biologjik I prindërve të tu. këtë që duhet të pyesësh persona që janë të adoptuar. Sepse është një lloj ndjesie, jo është Shqyse, po, është celulizim. Është diçka ndjesi. Nuk mund të tash unë kam pas ditë që fëmijë. Është ndjesi, nuk mund të thuash do diçka të saktë. Unë kam marrë vesh diku ke 23 vjeç, diçka këtë. Dhe ndjeja që nuk diçka nuk shkote. Nuk shkote. Të mirë të dy, jo se matë ndjes pas nuk është, po më prap nuk shkote diçka. Ndjesi, nuk di ta them, se nuk përsaktohet. Po edhe? Ka që ditë bukur, pasi bëra gabimin që u martova, edhe më thot, ish, ngruaja, me respekt. Ka është diçka nuk shko me ty, nuk e di saktë, të thash për qartë. Aja e kuptoj një lloj formal, edhe unë nuk shu dita mirë, I vajtin mendë, shoh fotografitë, por nuk shoh shtatzani me ty në U bëra aq keq se edhe gjithë të unë s'jam as rap të dhunshëm me të një. Jo, e them këtë llafit të nuk është mirë. Nuk ke. U zverda. E vetë I thash ti mendi, si shumë e betër. Më kapi, më morë. Hajde se konta, po. Taj pimi kafe, marra po. Dole pive kafe dhe? Taj kështu të thonë. Të tha babi, Po. Të kemi marrë në këtë periudhë, këtë ishte 6 muajsh, 7 muajsh, diçka e këtillë. Nuk është thonë ndjeva keq, në thonë ndjeva, ja. Po çka ka për të ndjekur keq? Jo, nuk më ndjeva keq, thash. Po kërkove, tentove të një prindrit e tu biologjik? Më tha dhe, edhe I matë, dhe I nëna, më thanë, po të duash, kërkoj. Nuk I njof, thash edhe nuk kam si të njof, dhe nuk kam nga të njof. Mu të reguan të drejt, dhe më thanë, urdhëro. Më dhanë emrin tim, më thanë se kam emrin dhe mbi emrin, më thanë të emrin e nënës, biologjike, të babës nuk e... Ai s'dihet asnjëherë. Zdihet. Nuk e din, po të që të aksin thonë, po thonë të nërë, e dihet ai, edhe do gjej po shtu. Dhe që, po Pietri është mbi emri prindërve biologjik apo mbi emri? Jo, I prindërve të mi. I prindërve. Edhe si Një është? sekondë, se më falni, pra. mund të bëjmë një kompromis. Që të mos Prindrit që e ndajnë. kanë rritur janë prindrit. Po, e bëj për ata Të që tjerët janë duan autorët, ta autorët biologjik, Autorët po. biologjik, bravo, gëzuar Hajde gëzuar. për këtë batut të Flavios, ishte shumë e bukur. E djeva. Aha, e dëgjova atë. Mos e shflesh sot tash, mos e bëj kështu. Shërë dhe sova.
Ti mos na bëj si mirë të ri batutave ti. Se jemi më të mirë në unë dhe Flavia. Edhe mund ta Ti provojmë. ore, i fix fare. Ti ore. Hajde gëzuar. Ja mo mojë. Gëzuar dhe një herë, gëzuar. Gëzuar. Edhe Doli delli lavi Klotildës. Ne i pik filloi. edhe tentove Jo. e pe ndonjëherë nënën tënde asnjëherë. Ase kërkova absolutisht. Po të kishe pyet, mos kishe në top në gjë. E pra për këtë. Ja, për këtë. Andaj të me. Për këtë. Ja. Absolutisht. Ase qenë me. Po origjina? Nga Tirana, Berati, e nënës. Të mitë, E nënës. këta që Nëna që këta të janë lindi. prindë mi. Në rregull, e tham si që ta Flavia, nëna që të lindi. Kuksen. Kuksiana. Ktheu herë kështu? Në profil? Vetëm si kuksian. Prandaj do sqaroj ajo pjesë nga qenë. Baba. Të di baba. Po në Japon do ishte kështu. Do të qenë oficer nga ai. Në qaftë të bëj shumë. Në jeni çerve, jo oficer. Këta që i quhen prindër, këta janë prindë mi. Ora i lejmë të po ti çfarë po bën tash? Ushtarake. Me që se bëra në... Stërvitore. Jo, ata e bëm gjimnazë, ushtarake. Nuk bërë një ushtëri, se po të bëjë shkollë nuk bëjë ushtëri. Shiko, aty te ABC, shkove se ndoshta të bënë një ofertë, Jo. apo çfarë? Thjesht ishte u hapi lloj loje idiote në internet, jo ti ke thënë që unë jam korrizuar, ore kush je, shof e diolli. Ore dhe më falë dhe shok, kush je zoti, dhe kur ti ke qenë ke fiksi, unë bëja me këtë demin ta bëja ftesë në studio, diçka e këtillë, më falë dhe shok. Qaj në etiketa që fletë këtë mirë, ku që qaj personta që edhe si kur të ishte, sop fare, tash nuk do pranoti, wow, unë jam me korrizuar. Le të ishte cop, por nuk të pranot. Më thuaj ku i thashë, Pse valla, çfarë të keq ka? po si isha, e parnej valla. Ja korrizuar, do isha shumë, po shumë rëndë. Po jo të pranosh. Edhe thashtë ishe, falenderoj shumë për të rejkjen e Jo, çuditshme. kroj koka. Ma mërmenja. Do me thënë nuk i e alkoholizuar. Akoma jo. Mirë, presim. Mos presin shumë, po. Ja, 10 minuta. Presim. Give or take 10 minuta. Është e më mirë. Sa 2 mëngjesi. Shkojmë e bëjmë një emision me Flavio Rande nga syri nesër, se është e anë. Shumë tik njerëz. Ha? Ka Do e qenë marrësh? ka qenë një kohë që unë mund ta bëja një emision në mëngjesi, pasi kisha qenë në klub gjithë natën, po s'është më ajo kohë. S'është më. Në Po qëfë se për ty flet ti, është më? në qëfë se Unë i flet, pranoj të gjitha. në qëfë se Po flet ti që si pranon të gjitha. Në qëfë se ti flet të këtë lloj formati, një gjë atëre, unë çodesha në mjes, bëja me Adderdipen. Good morning. Po. Më paroja dhe bëja spote humori gjingla, Po? pastaj ria dhe pastaj do të hyja në fix fare, Po. do bëja dhe emision në fix fare, Yes. edhe pastaj do filloja në orën 9 deri në 3:30 natës, 6 orë gjysmë emision. Me saj mirë Radio Manil. po 6 orë gjysmë emision radio me kufjen në vesh. Pyetje, i mbi vendose timeline-et e ngjarjeve. Absolutisht. Fash e mora në ora mjes në 6:30, 7 hyja në Po nuk emision. është gjithë dita jote kështu valla. Ka ndodhur me kalimin e viteve këto. E bëja gjithë kohë, sepse frija gjumë në DJ Gold, Aha. krevat marinar, me frinim aty. Ndroshin DJ natën. Po. Unë shkoja në mjes, bëja emision me Aldon, mund të pyesë Aldon Lipen, s'është pikë problemi. Ria, bënin spot e humori, sa mund si kisha, se rubrikët shkruja vetë. Dhe në që se Po si lidhet kjo me alkoolin? me alkoolin, Ah. kur kisha kodrirë dhe e pia. E mbaje më shumë. Le ta themi në gjuhën Nuk e prekja me dorë, kur nuk duhet ta bëja.
Në punë e ke fjalën, televizion, në ekran. Nuk them që unë jam angjëll, as që nuk e kam tepruar, po unë ushtrova 2 muaj e gjysmë në spital për këtë. Po. Dhe unë e kam thonë në intervistë, u përnë armiku i vetës. Sepse Po si gjithë ky duhet ta ja, është të gjë. Ti duhet të dish dhe e di. Top Channel arriti pjatën e boldizmit. Nëse kishe problem boldizmi, aty u arrit pjatë e boldizmit. E ngritën pakri, u ngritë shumë. Ndaj teje. Kur ishe aty në staf, apo pasi u largove? Nuk kam të them shumë. Ata që i din. Po mirë, ne që si di. Kështu je misterioz në për intervistë. Ja, shumë ke burë ti. Do dhe sytë kështu. Kështu po është kaq që ti tani e ke parasysh ti je si ata që duhet të luash. Allinin. Po. Ndaj të kemi Prandaj po ftuar në këtë darkë të shishme. Tani, meqense jeni përballë 2 ish kolegë përballë njëri tjetrit. Në që se Do të u përmend? kolegë njerë, kolegë e gjithmonë. është tjetë gjë se çfarë është lloj i formatit. Mirë. Fletu. 2 ish miq Respekti. përballë njëri tjetrit. Pse më? 2 ish Unë vëllezër s'ke më përballë shoh ti, njëri mu. tjetrit. Unë atë e kam respektuar që në top. Edhe i mua. Ne kemi shkëmbyer batuta. Herët. Kur tha një batut e ti, unë kam nxjerrë shumë të mjetë, po një më tha herë se më paqi po komunikoja. Isha me Sajmin ishte. Ky më pa herë, po njëherë po qeshte, se jeshtë me qeshtë me Sajmin sa thaj diçka që unë s'pa pranoj, po por edhe se po, dore jashtë të bisikletë e pikes dhe. E këtë e po pikes dhe, thotë ky. E po shefram, e dje që do në cisë në i bullallik, po... Se duke ditë se qa do nëzjeri dikush, sa e që je batutën e kupto. Këtë e, në paqë nuk isha në tërë, nuk isha, nuk doja të shpërtheja me inat ndaj. Po. Sa e mirë, po. E këtë e lavo, non fai la gravidanza da feto, po. Unë jetë të e pashe rejtë. Tha dhe jetë, non fai la gravidanza da feto. Oke, dhe edhe të me a thonë të është, nga poj, mund të ketë mbi 12 vjetë. Unë i qëndroj çdo pisliku që kam thënë jetë time. Unë i qëndroj çdo pisliku që kam thënë di. Tani ti thej që nuk kishe lidhje me alkoolin. Unë kam një xhin aty, po do të ftoj në një episod vetëm. Dhe ta shijojmë bashkë atë xhinin. Është një xhin italo-shqiptar, quhet xhin Metusa, nuk e di a e ke qef. Unë e di që xhinin e ka pas qef atës nano i ndjeri që ishte një politikan shumë i pëlqyer për stilin e tij të jetës. Kur të vish herën tjetër, do e shijojmë bashkë, po jo sot. Jo, Se s'duhet ta përzihem me verën sot, me verën e parë. Se ti se përzjen. Tani si e lan 2 ish miq, 2 shok, E quaj mik, dhe e quaj mik. po patjetër që Atë e di prapë vetë nëse më konsidero tillë, nëse jo, atë e di e i, por unë e quaj mik. Nuk e thash jo për elogje, por unë kisha 2 vjet i shkëpur nga media. Takuam përballë shtëpisë time tek pasazheri. Qa të bëtë? I shkëputur, thash. Më tha, do të vishta. Nëse ke jej, dhe të lej. Po një njëva. Po e thash.
Hyre dhe aty pashtë ishin që nga Ndibetja, Sandra Meço, Ben Mevlani, Yuri Kristafi, Gas Saiti, ishin qenë po në një media top. Pse jo? Sigurisht për roba dhe... Edhe padëm një aventurë të bukur. 2 vjeçare, 2 sezone më saktë. Po më duket. Sot 2-3. 28 muaj. 3 sezone. Që si ka numëruar 2 vjet e 8 muaj. Nuk e ka llogarit për nga pasioni. Jo, nga rroga. E bën... Sa e kishen rrogën duke pyes ti kush. Po atë çfarë pyetje është? Shumë e shëmtuar si pyetje, nuk e di pse. Do u bëj të dyve nga 2 pyetje shumë të shkurtra. Jo, gjë nuk... Sa i merr me boks, unë se mori. Që do të bëj 2 pyetje, domethënë për të risillë ca emra me të cilët ju jeni përballur në jetën tuaj. Shumë. Dhe do më përgjigjeni shkurt të dy dhe kështu do e mbyllim të podcast Close Friends, që është një podcast i miqve të vërtet. Filloj me ty. Me një fjalë do përgjigjesh. Sajmir Kodra, si do përpizoje? E mo, sa do e zgjasësh? Një fjalë është? Apo do e lesh me heshtje? Minutë heshtje si është? Po mbajmë 1 minutë zi. Ma mirë në zi. I zgjuar, i shkahët, por kur lëvizi nga Top Channel tek Agon Channel, ishte era parë që më tha që do vish me mua. Njëtër, me të jetër. Mirë me të jetër. Kaq. Pse, mund ta dim apo jo? Leje mos e trego. Plase, more, se që më kujton një nga këto filmat me humor shqiptar, kjo situata tani. Tjetë për humor kam bërë jetë jetën. Ha, do e thuash. Nuk dua të kaloj pas i kam kaluar. E lam. Ermal Mamaqi, i nderuar Flavio Qari. Si kalova nga Sajmir Kodra ke Ermal Mamaqi. Vento di Montana. Kush e ka thonë këtë vendo di Montana? Taka ime. Ermal Mamaqi, pasi që? Qa do të them për Ermalin? Një përshkrim. Po jo aq të mendueshëm. Po zgjas aq shumë. Ama të lutem. Nuk ka gjë që kërë ndanë puno me mua me grushtot. Jo, më s'jam aq barbar, nuk jam aq barbar me. Ja, nuk është aq barbar, se nuk e vletot. Po se serte pak më shpejt më do të ishim kënaqur. Do ishim dheur. Do ishim bërë tap. Po e vazhdojmë një, se shumë një. Do e gëdhim këtu. Ermal Mamaqi është... Ermali nuk është aktor humori. Me pak fjallë. E them unë, le të bëhe edhe i gjyq, në që se do me dalë në rrugë, le të dalë dhe më humori. Unë do Ka thoj... që se nga humori është e sapi gjatë. Okej. Unë do... Me që i ka qef bëtë sa deklarata kështu të çuditshme, unë do i uroja që të merret me diçka tjetër. Në të vazhdojmë me DJ-n që ka qenë. Jo pa qëllim e bëra këtë pyetësorin në Ja që mendjen doli po me time. meni. Po dolët në një mendje e çuditshme. Mendjet e Një mëdha, mendje, mendjet e mëdha, që mendoj Kuqen, se- takohen. Domethënë kaq ishte për Ermalin. Si sa lazgush për adesi, tha se kish kuptim, që kish kuptimin thellë i mallit tonë. Se mallin në përdhim, ku ish kuptimi jetës tonë.
Dashuria son asti për dashuria. Dashuron të dashuria, shumë Po e thala zgushi. E thala zgushi, po ti s'mu përgjigje për dashurinë, kështu që po të pyes për diçka tjetër, po. Po ti nuk më pyete, ti më the ku e di me kërë. Qa bëre për Shën Valentin ishte? Qa bëre për Shën Valentin? Qa të thash? Më ke thënë atëherë që jam i dashuruar me njërën, është kështu, është e mirë, është Po mi më e mirë ka Burre qenë kot, burre burre kot, kot, ta je gënjet. burrur kot. Tani Filip Çakuli, lëre se për dashurinë s'do na thuash gjë, ose ma thuaj në fund. Filip Çakuli, gazetar. gazetar E kaq papar, i Hosneni dikur. po, se ishe koha që ishte Drita Golli ishte në drejtim. Ishte Niko Nikolla, Niko Nikolla, po, e Gajoveshi, vërtet. Drita Golli, Niko Nikolla, Gajoveshi, dhe këta ishin jo personazhe, po ishin mjestra. Dhe nuk mund të merte një gazetar po të mos ishte dikushi. Ai e drejtoi fiksin për vite dhe vazhdon e drejton. Me atë zgjuarësie që ai ka, për jo për lojë, por duhet dish nga qa dhone vjen ai. Në qa vendi ka jetuar ai, dhe që duhet të mbijetosh. Ai ka mbijetour. Si kubanez duket me ato puron, me ato mjekrën Si e grek, bardh tani, grek klasik. apo grek më shumë. Ja, Po ndonjëherë më jep, I jati është grek, është grek raj. pa e di e E di se. i jati. E nëna është qobane, po grek. Edhe, kjo tha, po the Gjirokastra, I ke thënë të ra. I ke Ajo, thënë të gjitha. Po unë kam qenë nga mbron një kasër, kam qenë vëndur. Po e di. Prap e di. Ore, atë shpinë e ke apo ta morën? Kë shtëpi. Shpinë e martesës tënde, të vetme dhe Ne të... ta gëzoj, pa po. Ta mori i shgruaj e shpinë? Po, i takonte, E po mirë se i takonte, i takon, ha? Ta gëzoj. I takon, ha? E po tani ne qa të themi, qa të themi Qa Flavio? të thoni? Nuk i takonte. Ma tha Keldeni dhe o genta, pse nuk ka aflokë, pse nuk e thejnë nga mone thijën tash. Gëzuar. Robsh. Elsa Lila, po robsh se ishte për Flavion, se Flavio ka filluar të thijet nga pak, po Unë jam pak më i madh se ai, jam me Po thijën. nuk e pak. Vetëm 40 vjet diferencë kemi. Keni shumë vite diferencë, pak më i madh thot. Tani Sa e di këndëm, 73 për 75? ja, se gjysmë shekullore, gjysmë shekullore. 92-93. Elsa Sa thija Lila, kjo, i çmendur. Sa të dushme? po nuk numërojmë thinja, nuk numërojmë. Koka ban. Po, Ke jetu më mirë se unë. Tani, Elsa Lila, qa ka Elsa Lila? një koment? këngëtare shumë e mirë. Po Diku. njerë që dhe i sepse du ma ujë. Ti më pyet mua për muzikë, atë pyet për muzikë. Mirë se po e pyes për të tjera gjëra. Sorry. Profilin më të përgjithshëm Let, të një artisti, më kupton? Unë jam Me një të vogël si gjitha artist. drejtijet e tij apo të saj. unë kam një zhgënjim të llafashëm me gjithë ata artistë dhe intelektual që në vend se ta kenë marrëveshjen dhe pazarin me publikun, e kanë me pushtetin, kështu që s'kam respekt për ta. Këtë kisha për ta. E prisja këtë bëhaj. E prisje. Më duket se e ka thënë të herë tjetër, ndaj. Ti i qëndroj. Të vetëm deklarat që i qëndron. Në qëfë se ngatrohen në politikë, Në politikë do të merren të gjithë. Problemi është me raportin që kemi me pushtetin. pikërisht për. Nuk është vetëm ajo, po janë ngatruar disa aktorë me politikë, me pushtet. 2-3 nga ta janë tërhequr dhe kanë thënë, kanë kërkuar dhe falje. Kanë bom gabim që jemi ngatruar me Pa. pushtetin. Kaç. Edhe një pyetje për secilin. Edi Rama? Edi Romi, më fal Rama, Rama. një person që hapë, nuk e di, besim do të mend ndaj, Flavio. U hapë një më, bet një dekujt pa e përmandar, nëse një vet, erdhi aty dhe
Jam aktor. E pas që kjo ushtër mua, nuk po i thash ka ta pikoj kjo. I thash, jo çdo një i marrën Akademinë e Arteve, është aktor. Se Edi Rama ka marrë për pikturë, po për pikturë, e ta për ekspozit në Bakok. E hapë dhe unë, nuk është problem, po për pikturë, po kësha po në shgarafin, në base, për mua. Duke qenë kam qenë në fix fare, në pozicione, emisione që ne godisim. Do të t'jap një lajm për Edi Ramën? Mos më trem, ha. Edi Rama, në çdo vit të dekadës fundit, regjistron të fondi i veprave mbi 1000 vepra në vit. Pikturë? Piktura, skulptura, I ka bërë? 1000 në vit. I ka bërë. Unë se di që i ka këtë bëj 1000, unë 1000 firma në vit nuk jetë do të, 1000 në vit. Si bie që ka punësuar Nuk e di, njerëz, edhe pse e bën. piktorë, si quhen ato, ghost, Po jo më si të quhen ato? shkoke treg ghostwriter. Ghostwriter. Po më shkoke tregu çami blen aty. Ka plot pa drejta. Po 1000 në vit i regjistron. Jo në laptop. Viti më i keq ka qenë 500. Jo, ose ndoshta ai vetëm pikturon edhe punën e kryeministit e bën dikush tjetër. Po kur flet me biznesmenët në telefon? Më falë një sekond. Ose s'kemi kohë të na presin njerëz. Jo në laptop, po dhe në një desktop e qelbur, ke kështu, cëtërar shqipdiri, Je ima, dhe sa bukur e mban mend. Pyetjen për Edi Ramën e Dogjes e the. Atëherë, Sali Berisha pyetja e fundit. Po, Zahra kemi dëgjuar pyetja e fundit. Okej. Pyetja e fundit. Sali Berisha për ty? Si të thash të si, ka të si, me të lloj dhe shije, si thot ti, të si, se ka ndru dialekti, për ndrua dialekti. Dhe qofi, a i po t'i bësh një pyetje ati personi, thoi, ku shkrin të parë flamore shqiptar? Të lutem, po t'a bëj unë të pyeten. Për të parë flamore shqiptar, i pavrastis shqiptare, ku është ngritur dhe kur? Nuk e di Sali Berisha thua ti? Ju e din? Po e di, po pse duhet ta them këtu? Në 1912, në Vlorë? Po. Jo. Po ku? 1878, në Qiq, e Ndeshan. Në Gjelluri, e Misë Khori, e Sul Vokshi. I e në internet, hapë internet, Po pse u përgjigje kështu për Sali sepse Berishën? ai nuk e di. Nuk e di Sali Berisha. Mirë. Për ty Sali Berisha? I mbijetuar dhe mbijetues. Gëzuar. Dhe një kafshë egër tha E them e rrët në vrasë. Gent Pietri, rokeri viteve 90. Ja do dali me çifte të ruaj të pazari i ri. Unë madhe, se për para kam në mboj. Gëzuar dhe faleminderit që ishit në Flash Friends, u kënaqëm këtu te kapiten Mirë Zoti. A i kështë marrë me gotë plastike, po pëse në të tonë? Po pra, piu me ex. Po mi që spit pak të, gëzuar. Gëzuar. Me që nuk pio, pra ndoj. Edhe, tani me që nuk pi, e tregove, e ndrite. Fashtë ratën. Gëzuar, kënaqësi.